Të dashur media, të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, kemi nderin të hapim konferencën për media të ftuar me temën operacionet e menaxhimit me fatkeqësinë e fundit, vërshimet, koordinimi dhe sfidat. Për fjalë më tutje në këtë kontekst, drejtori i përgjithshëm, drejtori ekzekutiv i agjencisë, zoti Shevki Abdullahu, do të rrafej. Faleminderit, drejtor. Faleminderit. Atëherë, të nderuar përfaqësues media, ju falenderoj për prezencën tuaj. Mirë se keni ardhur në Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave. Siç jeni njoftuar, kjo konferencë bëhet me qëllim të raportimit lidhur me situatën e krijuar nga vërshimet e fundit të muajit janar, si dhe për veprimet dhe angazhimet e Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave. Niveli qendror dhe ai lokal kanë qenë në gatishmëri të plotë që nga momentet e para duke koordinuar gjitha aktivitetet bazuar në situatën e krijuar. Pas paralajmërive të institucionit hidrometeorologjik të Kosovës, kemi aktivizuar me të gjitha kapacitetet qendrën operative të AMS dhe njësi tjera të cilat kanë qenë të përgatitura për të mbështetje të komunave të goditura nga komunat që nuk kanë qenë të rrezikuara. Të gjitha kërkesat e pranuara përmes qendrës operative regionale 112 janë proceduar duke mundësuar reagim shpejt dhe efikas. Vërshimet kanë përfshirë disa komuna, i kemi përmendur më shumë ato komuna të cilat kanë qenë vërshimet në të theksuara dhe këto janë Malishev, Gjakov, Klin, Jonik, Drenas, Kenderaj, Mitrovic, Suarek, Qilan dhe Prishtinë. Ekipet e specializuara të AMS, Misitë profesionale të zjarrtikës dhe shpëtimit, Forca Sigurisë Kosovës, Policia e Kosovës dhe Shoqata e Kosovës për kërkesë shpëtim kanë realizuar interventime të shumta duke përfshirë do të thithje të ujit me pompa të kapacitet të lartë të objekteve të rëndësisë veçantë Kekut, cilat i përshëndon AMEA, kurse njëkohësisht edhe njësitë profesionale të zjarrtikës dhe shpëtimit, cilat kanë pompat edhe njësitë e tyre, cilat kanë vepruar në kontinuitet nga njësitë në për komunat që ka qenë, por edhe njësitë mbështetëse që kanë shkuar nga regionet tjera që për të mbështetur në operacionet të tilla. Kemi pas vendosje e barierave kundër vërshimeve dhe fazëve në Mitrovic, veçanti në lagjen dy Korriku. Kemi pas thithjen e ujit me pompa të kapacitetit lartë që ka bërë AMEA gjithsesi. AMEA në bashkëpunim me njësitë profesionale zjarrtikëses të brigadës së zjarrtikës të komunës Prishtinës në Kek dhe Kesko. Do të aty ka qenë rreziku potencial për me rrezikuar do të thotë këtë infrastrukturë kritike ku ka qenë shumë e suksesshme dhe operacioni është krye i suksesshëm. Kemi pas edhe evakuimin e qytetarëve nga zonat të rrezikuara. Kalojmë në koordinimin operacional si ndjem, kemi pas numri i rasteve të koordinuara kanë qenë 1007 raste. Numri i intervenimeve të vërshimeve ka qenë 196, thithja ujit me pompa të kapacitetet të larta 24, intervenime teknike 63, personat të evakuar kanë qenë 42. Tani, zyrtarët e Agjencisë të Menaxhimit të Emergjencës në bashkëpunim me ekspertë dhe Ministritë përkatëse kanë realizuar vlerësimin e rrezikut të pendës komunës Malishevës, ku ka qenë një rrezik potencial do të thotë për pendën fjalë dhe nga raporti vlerësues rezulton se shkaqet e vërshimeve lidhur me dëmin, trupin e pendës, mangësitë, ndërtimi i saj, si dhe rreshjet atmosferike dhe grumbullimi i sasive të mëdha të ujit kanë tejkaluar kapacitetet grumbulluese të ujësjelljes. Uji mbledh me një fjalë. I gjithë reagimi në këtë situatë me vërshime ka qenë i suksesshëm, duke parandaluar pasojat më të rënda për jetën e qytetarëve dhe infrastrukturën kritike, gjë që dëshmon efikasitetin dhe koordinimin ndërinstitucional. Me gjithë atë mbetet e nevojshme të ndërmerren veprime konkrete për ngritjen e kapacitetit njerëzor dhe
përmirësimin e pajisjeve. Nga analiza dhe vlerësimet tona kemi nxjerrë rekomandime. Pastrimi dhe mirëmbajtja e rregullt e shtretërve të lumeve, monitorimi i vazhdueshëm i zonave me rrezik të lartë, hartimi dhe zbatimi i planeve lokale për menaxhimin e rrezikut nga fatkeqësitë natyrore, ndarja e qartë të përgjegjësive ndërmjet nivelit lokal dhe atij qendror, ndalimi i ndërtimeve në zona të rrezikuara nga vështrimi dhe forcimi i inspektimeve ndërtimore, rritja e kapacitetit të reagimit emergjent përmes trajnimeve të rregullta dhe pajisjeve adekuate të strukturave lokale, vlerësimi shtetore për rreziqet dhe fatkeqësitë natyrore dhe forcimi i sistemit për paralajmërim të hershëm. Të dashur media, në fund, më lejoni të falenderoj angazhimin e çdo zyrtari të AME-s, njësire profesionale të zjarrtisë dhe shpëtimit, Forcës së Sigurisë Kosovës, shoqatën e Kosovës për kërkim shpëtim, kryqin e koqës si dhe mediat që keni dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në informacionet që i keni plasuar në çdo moment që AME-ja ka kërkuar apo institucionet relevante për informimin e qytetarëve në kohë. Ju falenderoj shumë për ardhmen tuaj këtu, nëse ka ndonjë pyetje, mi presim. Në qënë se në bashkëpunën e komunat e për vlerësimin e dëmeve, dhe më tash është aso ka qenë vlerësimin e dëmeve, që ka shqipë në ndërmëra prej vërshimeve të fundit. Tash, në bazë procedurave para, standarde, do thotë, pushteti lokal ka krijuar komisionet për vlerësimin e dëmeve, ku dhe Agjencia me Menaxhimit të Emergjencës është në mbështetje të komisioneve për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara, dhe ata në përfilimin e raporteve të detajzuara, cilët do të kalojnë përmes procedurave të parapara deri tek kompenzimi. Nëse më lejohet, drejtor, shtesë gjitha mediat do ta merrin raportin e shkruar nga kjo konferencë, prandaj gjitha zonat ose pyetjet e mundshme që mund pasojnë do t'i keni të shkruara nga drejtori. Po. Cili është faktori kryesor që i shkakton të vërshime, dinim që në shi i vogël me radhë në njerë për shkollën pamë, Po, ju sikur se e dini, por kanë dhënë edhe shumë ekspert fushave përkatëse përmes edhe emisioneve pas vërshimeve, cilët kanë vinë nga institucionet përkatëse profesionale, cilët kanë dhënë kanë sqaruar arsyet, thotë kryesisht në periudhën e pas luftës ndërtimi është bë në mënyrë të egërt veçanti rreth lumeve apo lagjet ku vërshohet edhe lumejt nuk janë mirëmbajt dhe zakonisht gjitha këto pasojë janë në kuadër të rekomandimeve që janë qitë këtu, do të thotë ato që nuk janë bë deri më tani të eliminohen për të zvogluar rrezikun ose për të minimizuar rrezikun jo vetëm nga vërshimet, por edhe nga fatkeqësitë tjera që nesër mund të ndodhin, sikur që është termetet për shembull apo fatkeqësitë tjera që mund të vinë nga faktori njeri apo faktori natyrë. Kështu që do të thotë unë shpeshherë kur bashkëbisedoj me kryetarët e komunave në takimet të rregullta të cilat i mbajmë, ju them ndër tjera që lumi një herë në vjet flet vet, do të thotë tregon ku janë pengesat edhe ku do të vërshon. Kështu që do të thotë gjitha këto rekomandime të cilat i potencova gjatë elaborimit para jush këtu, do të janë të parapame që herave tjera mos të ndodhin vërshimet të përsëriten në njëjtin vend ku ka ndodhur. Kështu që me eliminimin e gjitha këtyre që ka rekomandojmë ne, por njëkohësisht edhe kemi pas takim me Ministrinë e Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe me gjitha institucionet pas vërshimit kemi bërë një analizë dhe kemi parapo gjithë institucioni ka dhënë rekomandimet se si duhet të sanohen dhe cilat institucione kanë përgjegjësi që me bashkëndu veprimet për me i sanuar gjitha këto të thotë mangësi cilat sjellin deri tek vërshimet dhe rreziku i jetës apo pronës së qytetarëve dhe ambientit përgjithësi.
Dikush tjetër? Ju falenderit shumë, sikur se tha edhe zyrtari Koçinaj, këtë raport cilën ose këtë deklarat për media do t'u japim edhe në formë fizike, ta keni, kështu që çdo informacion tjetër edhe në raport me aktivitetet VMC, Agencia e Menaxhimit të Emergjencave i publikon zakonisht faqen zyrtare, të gjitha informacionet do t'i keni, sa të keni nevojë për ndonjë informacion, por njëkohësisht mos hezitoni të shkruani edhe shkresa zyrtare për ndonjë pyetje që keni apo interesim, që ta sensibilizojmë qytetarin, edhe ta informojmë lidhur me misionin tonë edhe lidhur me aktivitetet cilat do t'i kemi në VMC. Ju falenderoj. Shqeni, hartat e lumeve cilë të rrezikojnë, do t'i keni në raport, do t'ju adërgojmë dhe do t'i keni gjitha detajet, mos mu shtrin detaje sepse gjithë lumet cilë në Kosovë do të vërshojnë komunat cilat shpesh herë edhe po përsëriten, do të janë pikërisht ata lumet cilë nuk janë mirë mbajt, apo janë shtrati i tyre është deformue në mënyrë tegërt pas luftës, do të rërë që kanë nxjerrë gjitha ato kompani që kanë vepruar, por njëkohësisht edhe hedhja mbeturinave në lume të tillë, kështu që kanë shkaktuar do të thotë çdo lum është i degraduar dhe duhet të mirëmbahen, të pastrohen, nuk është qëllimi vetëm është primare edhe emergjente që të sigurohet jeta e qytetarëve, pronës dhe ambientit, por njëkohësisht edhe për gjallëresat peshqit cilët duhet t'i kemi në ta lumej, sot në shumë lumej si kemi pikërisht për këtë arsye të ndotjes dhe të degradimit lumeve. Ju falenderoj shumë. Faleminderit media, me këtë e përfundojmë këtë konferencë sot, të shtypur deklaratën, dhe ta keni secili prej jush miru takofshë, radhave tjera, shpresojmë jo për përmbytje dhe fatkeqësi, por për mirë informim qytetarëve. Faleminderit.